të qytetarëve, ka bërë një politikë të tillë që paron publike ka kursy dhe ka kthy në forma të ndryshme të qytetari prap, duke subvencionu edhe për energji, duke subvencionu edhe për izolimet të shtëpisë, duke subvencionu edhe për aparatet për ngrohje e shumë subvencionime tjera, por njëjtën kohë duke rrit edhe përkrajet sociale për grupet më vulnerabile. Ne kuptojmë që qeveria edhe ka herë tregjet e energjisë janë përtej asaj që jemi ne, sepse ne jemi një shtet i vogël dhe nuk kemi në impakt madh në çmimin e energjisë në nivel të tregjeve botërore, por ne kemi dhe duhet të vazhdojmë këto mekanizmat të cilat i ka bërë qeveria Kurti në këto 4 vite që pastaj që kjo edhe të vazhdohet dhe të rritet përkraja edhe më e madhe, sepse unë e di që Xhevdeti ka qenë një zë shumë i madh edhe për këto grupe vulnerabile, veçanërisht për pensionerët dhe grupet do të vazhdoni përkrajet sepse shtrëtimi i rrymës po vazhdon. Këto ka herë nuk po varen drejt për drejt nga ne, po varen nga bursa ndërkombëtare ku çmimet e qeveria është për zgjidhje për të lehtësuar jetën shtetërore. Forma në të cilën është të kaluarën të dëgjova vetëm këtë të dëgjova më vende, por japni kundër. Ndoshta vetëm që ta përmbyll edhe argumentin. Pra mos harrojmë kemi pas radhazi çështje proaktive nga ana e qeverisë. Fillimisht me subvencionim të pjesës e cila ishte rritur. E dyta, pastaj edhe përmes pajisjeve eficiente, në mënyrë që një pjesë e konsumit kalon pra në konsum eficient. Tashti rrethonat janë të tilla ku kërkesa është në nivelin që është, kapacitetet tona prodhuese nga termocentralet tona nuk janë të mjaftueshme, sepse nuk ka pasur për vite investim në ngritje të kapacitetit tyre, dhe gjithashtu mos harrojmë se ato janë në vazhdimsi në vjetërse me sipër. Përderisa ne po punojmë aktualisht në ngritjen e këtyre kapaciteteve, është subvencionu faturat edhe për 200.000 familje. Tash ne I kemi dërguar komentet tona. Këto parasysh, po pyetjet e mia ishin si rezultati paralajmërimeve. Ne së fundi kemi dërguar pra sot dhe komentet, të cilat janë përcjellë së rreth. Arroganca te na nuk kalon. Dhe mendoj që çdo zyrtar që është arrogant me qytetarin, ai nuk e ka vendin në institucionet tona. Dhe I bëj apel Ministrit të Kosovës që për të gjithë ata zyrtar të cilët janë të emëruar nga ne, nga kuvendi apo edhe nga qeveria, të ruajnë qetësinë dhe të mos jenë arrogant në kuptimin e qytetari kërkon sharrime. Dhe është shumë e drejtë siç është qytetar, dhe mendoj që kjo arrogancë, cilën ki vrejtje edhe ti, edhe na kemi vrejtje, mendoj që duhet të adresohet edhe nga kryeministri edhe nga kuvendi I Kosovës, sepse tek e fundit ata na I kemi zgjedhë si kuvend, por edhe si qeveri, dhe mendoj që ata duhet që shërbejnë qytetarit. Sikur zonja Statosi ishte ka që prerë, unë s'do t'insistesha shumë. Jo, besoj që s'do t'jetë mu arrogant që t'mos haj torta fytyrës, se kishte një aksion. Unë dhonë si jo në qytetari. Shumë kritike ndaj një qasje të tillë. Do t'reagjiu. Besoj që edhe ju e dini, është do thotë gjëja më e thjeshtë për të kuptuar që qeverit, do thotë qeveria e cila udhëheq, është për të bërë zgjidhje, jo në fakt për të bërë do thotë një lloj viktimizimi ose pamundësie. Shpesh ndodh në pamundësi për zgjedhur probleme, gjithmonë hitet faji në të kaluarën. E kaluara ka qenë dështuar jeta. Kjo ka dëshmuar me vota. Prandaj janë në opozitë dhe s'po mundet do thotë siç ata dy